Ndreu, I cili gjeti kohën dhe mundësinë për të na vlerësuar në këtë takim. Ju uroj mirëseardhjen miku tim Doçi, një biznesmen I suksesshëm, që është I pranishëm sot këtu. Ju uroj mirëseardhjen nikosisht gjithë atyre burrave vjetër, bashkëpunëtorëve dhe atyre që kanë pas njohjen e babait tim. Ju falenderoj shumë për ardhmen dhe gjithë ju jeni shumë nderuar për pjesëmarrjen sot. Të vlerësosh historinë, traditën, familjen, me gjitha nanë e babë, është një virtyt shumë I rëndësishëm për njeriu. Dhe familja ime, vëllezërit e motrat e mia, pikërisht një detyrë të tillë mendojmë që po bëjmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe pikërisht jemi sot këtu në promovimin e një libri që I kushtohet familjes time që në Gjenezë, po në veçanti babait tim që ne gjithë I kemi pastir Lal, Preng Mark Gjoli. Një libër I cili është realizuar më së miri nga poeti nga shkrimtari Mark Zefi dhe me bashkautor John Gjonin. I falenderojmë shumë për këtë realizim Mark të këtij libri. Ashtu siç e theksova, për librin do na flase vetë Marku, por në këtë libër janë të spikatura më së miri gjitha virtytet e babait ton, që ishte një bashkëshort, ma vonë do ta shohim në intervistë që na jep dhe nana me foto dhe me zë, në një bashkëshort shumë suksesshëm, në një baba model që rriti dhe edukoi 9 fëmijë dhe plot nipa dhe mesa, në një person që kreu shumë detyra shtetërore dhe shoqërore dhe mbylli me nder. Dhe unë për veti po do të dëshiroja për gjithçka që jepet mundësia dhe jepet fati për çan baba, për çan drejtues, për çan gjithçka në këtë jetë, ta mbyllë me sukses, ashtu siç e ka mbyll edhe baba im, një prej shumë njerëzve të tjerë që ne njohim, që e kanë mbyll ose vazhdojnë autoritetin e tyre ta shfaqin kudo në jetë në mënyrën më të mirë të mundshme. Unë nuk të zgjatem shumë, do ta fillojmë me autorin e librit, pastaj do kalojmë në diskutim.